Skandal në aeroport. Loredana humb fluturimin, reagimi i saj trondi rrjetin. Loredana Brati, ish-banorja e shumë përfolur e Big Brother VIP Albania, sot është përballur me një situatë që askush nuk do të dëshironte t'i ndodhte. E gati për të fluturuar jashtë Shqipërisë, me valixhe të mbushura dhe humor të mirë, Lori mbëri në aeroport, por me vonesë. Dhe siç mund ta merrni me mend, fluturimi i saj kishte ikur. Por në vend që të humbiste durimin apo të reagonte me stres, Loredana e mori situatën me plot sportivitet dhe ironi, duke ndarë përjetimin në rrjetet sociale dhe treguar se edhe një ditë e keqe mund të shndërrohet në një moment gazmor. Avionët ikin, por humori duhet të qëndrojë. Shkruan ajo me një buzëqeshje që i dha leksion ndjekësve për si të ruajnë qetësinë edhe kur planet dështojnë. Fansat e përgëzuan me njëherë për reagimin e saj të pjekur dhe pozitiv, duke e quajtur shembull të rrallë në një botë ku shpesh reagimet janë impulsive dhe dramatike. Me sa duket, Lori mund të ketë humbur një avion, por ka fituar edhe më shumë dashuri nga ndjekësit e saj.